Në bulevardin e Tiranës bëhet art me frutat e stinës. Dashamiri është një nga banorët autokton të kryeqytetit, i cili jeton me zbukurimin e tryezave. Pemët e vjela nga oborret e tiransve kanë fruta të freskëta e me pigment. Qershizat janë shënjestra e zonjës Breshk, e cila si një personazh në vetvete është mikesha e banorëve pranë qendrës. Breshka luan me frutat, sikurse vizitorët argëtohen me shfaqjen e saj në prekjen e një qershie. Tryezat e dashit kanë plot aksion, humor dhe dhurata për kalimtarët, ndonse për të janë i vetmi mjet i jetesës. Kjo është gjë më e bukur. Kjo tregon një fjalë paqe, tregon kulturën, tregon rinin. Kam edhe gjë tjetër, edhe këto qershit prap. Edhe mund t'ja qytetarë të provojnë. E që jam e bukur. Më shijon. Frutat e stinës. Jam frutat e stinës, jo pra një. Gjua festën. Për njerëzit e qeshur të qytetit, tryeza me fruta është kalendari natyror ku shkruhet e përditshmja në lëvizje e një metropoli. Breshka ndërkohë ka mbritur tek qershia e fundit. Si një mis skenën e saj urbane, të apasionuarit e frutave dhe rritjes së breshkave i dhurojnë aromën e një luleje të vjelë nga balkonet e kryeqytetit.